bëjmë në OKB, në Këshillë Sigurimit. Dhe të pranojmë antarësim. Dhe të bëjmë shtet antar i OKB-s, se mas një marrëveshje me Serbi, edhe Kina dhe Rusia do të thonin po një marrëveshje të tillë, ky opcion politikisht sot është i vdekur. Çfarë është i mundur është plani B, dhe plani B është antarësimi i Kosovës në NATO. Dhe unë nuk shoh ndonjë prioritet më të lartë për Kosovën, në një kohë ku është rikthy lufta, në një kohë kur ne kemi menduar që lufta në Ukrainë është vetëm një tërmet gjeopolitik. Sakt. Po tash për shohim çfarë po ndodh mes Iranit edhe Izraelit është një tsunami gjeopolitik, ku është zhvendos gjeopolitikisht bota, nuk ka prioritet më të lartë se sa antarësimi i Kosovës në NATO. Prandaj edhe nëse ka kërkesë prej administratës së re që ne të marrëmi migrantë të caktuar dhe të vendosen në burgjet Kosovës, do të isha shumë për. Nëse ka kërkesë prej administratës të Shtetit Bashkuar të Amerikës që ne të pajismi me armatim të ri, të sofistikuar, që këta e shohin bashkëpunimin politik përmes ndonjë partneriteti më të mirë të mbrojtjes dhe të sigurisë, do të isha shumë për, se në çdo kohë duhet të sillesh përputhje me frymën e kohës. Sakt. Por NATO do të ishte çdo gjë. Se duhet kalojnë 2-3 tema shpejt. E para ka të bëjë me Hagën, nëse mund të ma nxjerrin regjia foton në dalje dhe të fillojmë të bisedojmë çfarë po ndodh me këtë proces, apo i vije fundi më në fund, apo vazhdon të jetë kështu një proces që zgjatet e së zgjatet pafund. Me thotë të drejtën kam prit që do mbyllet më shpejt. Edhe këto vite që kanë kalu po tregon që është një proces që në thelb po e pasqyron një padrejësi të madhe. Shpresoj që mbyllet si vjet, jam i sigurt që mbyllet mirë edhe drejt, por mendoj që shteti i Kosovës, që politika e Kosovës duhet bën shumë më shumë për këtë proces, me që gjykatat ndërkombëtare, dhe kjo gjykatë është sa Kosovës është paqe dhe ndërkombëtare, më shumë janë nga një herë zgjatje dhe instrumenti politikës ndërkombëtare, se sa vetëm pasqyrim i drejtësisë. Si kujt është sot që të vazhdoj kjo gjykatë? Kur flasim për zgjatje e interesit politikës ndërkombëtare, zgjatimi i interesit politikës ndërkombëtare, e dim, kur është themeluar ka qenë interes i Rusisë, dhe ka qenë një lloj kompromisi, të themi kështu, i botës euroatlantike me Rusinë, sepse duhej trajtohej disi ai raporti famoz i Dick Martit. Sot a ka, të themi, lojtar global që vazhdon ta ketë në interes funksionimin e kësaj gjykate? Kjo gjykatë e Kosovës, po është edhe e ankeruar në vetë BE-n, vetë Bashkimin Evropian. Por mënyra se si deri më tash janë trajtuar edhe presidenti Thaçi, edhe zoti Veseli, edhe zoti Krasniqi, edhe zoti Selimi, tregon që nuk ka qenë një trajtim fare i drejtë. Unë mendoj që në kohën cilën ne po jetojmë, është jetike që procesit të mbyllet, që vendimi të jetë pozitiv, që këta njerëz t'i kthehen Kosovës, dhe nëse raporti Dick Martit ka qenë një bazë, dhe mbi gjitha ka qenë piknisje për diçka të tillë, dhe deri më tash nuk ka pas asnjë trajtim serioz, dhe ka qenë kërkesë e ndërkombëtarëve që të sqarohen ato rreth e zeza mbi raportin e Dick Martit. Dhe ne deri më tash nuk kemi dëgjuar diçka serioze dhe konkrete. Është më së e rëndësishme për Kosovën që të mbyllë. Ka të bëjë natyrisht me luftën tonë të drejtë dhe të shejtë të ushtrisë lirëtare të Kosovës, por gjykata sa është e hapur bën përpjekje që ta lë edhe pozitën ndërkombëtare të Kosovës si një temë të hapur, të papërfunduar. Të papërfunduar. Unë shoh dialogun Kosovë-Serbi dhe unë shoh gjykatën në Hagë dhe këtë proces si dy tema të cilet janë pengesë
në përmbyllje të shëndërtimit të